Me fondet e shtetit për projektin 100 fshatra turistik, shefat e qeverisë dhe klientët e tyre kanë zbatuar të njëjtën skem falsifikimi e zhvatjeje, si me fondet e inceneratorëve dhe fondet bujqësore i PART 2 që dërgoi Bashkimi Evropian në Shqipëri. Një informacion i sigurt të ardhur në pamfletin nga burime brenda Ministrisë të Financave zbulon abuzimet e mëdha me fondet e buxhetit të shtetit, që qeveria akordoi për projektin e zhvillimit rural 100 fshatra turistik. Për këtë projekt, Ministria e Financave ka akorduar 150 milion euro, të menaxhuara e tenderuara nga Ministria e Kulturës e drejtuar nga Mirela Kumbaro e më pas nga Elva Margariti, dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit i drejtuar nga Dritana Golli. Por pas auditit financiar të dosjeve që ka dorëzuar Ministria e Kulturës dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit për investimet e kryera në 100 fshatrat e përzgjedhur dhe nga verifikimi fizik në terren, ka rezultuar se 110 milion euro nuk janë investuar për projektin. Më saktësisht nga 110 milion euro të bëra rrushe kumbulla është konstatuar se 68 milion euro nuk janë investuar fare për fshatra turistik, ndërsa 42 milion euro u janë dhënë për bujtina e vila private e biznese e individëve të lidhur me kupolën e pushtetit. Nga 150 milion euro në total, vetëm 40 milion euro janë investuar realisht për projektin 100 fshatra turistik, por në 62 fshatra të përzgjedhur në qarqe Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Berat, Lezhë, Shkodër, Kukës, Gjirokastër, Korçë, Vlorë e Dibër, nuk është investuar asnjë qindark. Ndërsa në letrat e Ministrisë së Kulturës, të firmosura nga ish-ministreshat Mirela Kumbaro dhe Elva Margariti, edhe në letrat e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të firmosura nga drejtori Dritana Golli, deklarohen investime në të 100 fshatrat e përzgjedhur për zhvillime turistike. Projekti 100 fshatra turistik me fonde investimi, 150 milion euro nga buxheti i shtetit në janar 2018, ishte planifikuar të përfundonte në fund të vitit 2020 dhe parashikonte këto projekte: përmirësimi i infrastrukturës publike rrugore, sportive, rivitalizimi i hapësirave publike dhe urbane, infrastrukturë komunitare, mjedisore, turistike, monumente të trashëgimisë kulturore, qendra multifunksionale komunitare, peizazhe mjedisore, qendra historike e të tjerë. Por i vetmi zbatim në këtë projekt rezulton tenderimi i fondeve, zhdukja 110 milion eurove, dhurimi i milionave për vila, resorte e bizneset personave të lidhur me kupolën e pushtetit dhe plotësimi i dosjeve si kur janë bërë investime për 100 fshatra turistik. Babëzia dhe vjedhjet duke përdorur projektin fantazm 100 fshatra turistik vazhdojnë akoma me fonde shtesë nga buxheti i shtetit nëpërmjet tenderve fiktiv me miliona euro, që sajon dhe zhvillon drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli, bashkë me kompanitë private dhe kryetarët e bashkive, hartojnë dokumente false, të shoqëruara me propagandën e kryeministrit Edi Rama dhe të ministrit aktual të kulturës Blendi Gonxha. Është një dosje me përmbajtje krim të madhe të dukshëm financiar të kryer nëpërmjet mashtrimeve dhe falsifikimit të dokumenteve, që duhet të shërbejë si indicie hetimore për SPAK-un. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha është në konflikt morali dhe interesi kur flet në BE për negocimin e kapitullit Drejtësia dhe lufta kundër krimit, nga që vllai Gëzim Hoxha është i pandehur për grup të strukturuar kriminal, por në konflikt interesi është edhe ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi. Konflikti i dyfisht i interesit të Ermal Nufit gjatë ushtrimit të detyrës si ministër i Mbrojtjes provokohet me faktin që vllai i tij, Edmir Nufi, ka biznes monopol shërbimesh në terminalin e kontenerëve në portin detar të Durrësit. Është kompania Maritime Logistics SHPK, në të cilën Edmir Nufi, vllai i ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi, ka 30% pronësi, krijuar më 20 janar 2021 me kapital 100.000 lek, e cila prej 5 vitesh nuk dorëzon bilancet tatimore. Më 2021, një muaj pasi Ermal Nufi u emërua këshilltar i ministrit të infrastrukturës dhe energjisë, kompania Maritime Logistics SHPK e vllait të tij u pajis me lejen për monopolin e ngarkim-shkarkimit të kontenerëve dhe mallrave të tjera rifuzhjo. Konflikti i parë i interesit lidhet me faktin që Ermal Nufi është antar i qeverisë, ndërsa vllai i tij, Edmir Nufi, vazhdon aktivitetin privat monopol në portin detar të Durrësit, të pajisur me leje nga qeveria. Konflikti i dytë i interesit qëndron në faktin se Ermal Nufi është ministër i Mbrojtjes, që ka në varësi forcën ushtarake kufitare në portin e Durrësit, ku i vllai ushtron aktivitet ngarkim-shkarkimi kontenerësh e mallrash, që mbikëqyren nga forca kufitare. Ky konflikt interesi i dyfisht në raport me detyrat që kryen si ministër i Mbrojtjes dhe autoritete prori forcës ushtarake, që ka nën kontroll pikën kufitare të portit detar të Durrësit, krijon dyshime për favorizim trafiqesh e kontrabande nga vllai Edmir Nufi gjatë aktivitetit të ngarkim-shkarkimit të kontenerëve dhe mallrave të tjerë. Indicie për përfshirje në trafiqe e kontraband të kompanisë Maritime Logistics të vllait të ministrit Ermal Nufi janë raportuar nga antitrafiku, antikontrabanda dhe agjenci partnere të SBA-BE, por strukturat ligjzbatuese shqiptare nuk veprojnë. Nuk themi që familjarët e ministrit Ermal Nufi të mos ushtrojnë biznese, por është konflikt interesi që ata të marrin nga qeveria leje shërbimesh e monopol në sektorët strategjike portet detare, që kontrollohen edhe nga shërbimet kufitare në varësi të tij si ministër i Mbrojtjes. Në konflikt interesi gjatë ushtrimit të detyrës, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka qenë edhe është me kompaninë ndërtuese BE-IS SHPK në pronësi të bashkëfshatarit e mikut të tij familjar, Hamzi Slamaj,
Ortaki vëllait Edmir Nufi në kompaninë e ngarkim-shkarkimit të kontenerëve në portin e Durrësit. Kjo kompani ka marrë rreth 50 milion euro tender gjatë viteve që Ermal Nufi ka qenë me funksione drejtuese në kryeministri, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në bordin e autoritetit rrugor të kadastrës, kompanisë kullave Alabar, konsulent në Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe në krye të bordit në shoqërinë e armatimeve Kajo. Më 20 shkurt 2025, përfitoi leje ndërtimi për kull 27 kate, projekt për të cilin janë ngritur dyshime lidhur me burimin real të financimit dhe mbi interesat që fshihen pas tij. Përgjime telefonike dhe monitorimi elektronik po kthehen në një nga armët kryesore të drejtësisë shqiptare në luftën kundër krimit, të dhënat e kombinuara nga Prokuroria e Përgjithshme dhe SPAK për vitin 2025. Tregojnë një zgjerim të ndjeshëm të përdorimit të këtyre metodave, duke çuar në mira pajisje dhe persona nën survejim. Vetëm nga prokuroritë e rretheve, gjatë vitit 2025 janë ekzekutuar 822 vendime gjykate për përgjime dhe 406 autorizime të prokurorëve. Në total janë interceptuar 1771 pajisje, që përdoreshin nga 1642 persona të dyshuar për përfshirje në vepra të rënda penale, nga krimet kundër jetës, korrupsioni, trafiku i drogës, deri te pastrimi i parave dhe krimi i organizuar. Në kuadër të këtyre hetimeve përmes mjeteve të posaçme, janë arrestuar ose ndaluar 236 persona, çka sipas prokurorisë ka ndihmuar në parandalimin e pasojave të mëtejshme për shtetin dhe shtetasit, por pesha kryesore e përgjimeve duket se zhvendoset tek SPAK. Sipas raportit të prokurorisë së posaçme, gjatë vitit 2025 janë interceptuar 3004 pajisje fundore, duke e çuar në mbi 4700 numrin total të pajisjeve të përgjuara nga të gjitha strukturat e ndjekjes penale në vend. Përgjimet në SPAK nuk kanë shërbyer vetëm për hetimet ekzistuese. Në disa raste nga komunikimet e interceptuara janë zbuluar vepra të reja penale, duke çuar në hapjen e procedimeve të tjera, një treguesi i thellimit të hetimeve dhe zgjerimit të rrjeteve kriminale në vëzhgim. Paralelisht, Byroja Kombëtare e Hetimit ka ngritur sanksionin e përgjimit parandalues dhe ka zgjeruar ndjeshëm aksesin në databaza, duke arritur në 22 databaza kombëtare dhe 3 ndërkombëtare. Negociatat vijojnë për akses në platforma të tjera, përfshirë rrjetin evropian Impact, ndërkohë SPAK po investon fuqishëm në teknologji të reja përgjimi. Vetëm për vitin 2025 janë miratuar projekte me vlerë 5.1 milion euro, që synojnë rritjen e kapaciteteve të monitorimit elektronik. Një nga elementet kryesor është pajisja IMSI Catcher, me vlerë rreth 1.8 milion euro, e cila mundëson identifikimin dhe lokalizimin e telefonave celular në një zonë të caktuar, edhe kur përdoren karta SIM të ndryshme apo pajisje të përkohshme. Panorama që del nga këto të dhëna është e qartë. Përgjimi është kthyer në shtyllën kryesore të hetimeve penale në Shqipëri. Nga prokuroritë e rretheve të SPAK, mira qytetarë dhe pajisje kanë qenë në monitorim gjatë vitit 2025, në një përpjekje për të goditur krimin në nivele të ndryshme, por rritja e këtij instrumenti ngre edhe pyetje mbi balancën mes efektivitetit në luftën kundër krimit dhe garantimit të drejtave të qytetarëve, në një kohë kur teknologjia e survejimit po bëhet gjithnjë më avancuar dhe më e pranishme në hetimet penale. Më 13 prill 2026, Prokuroria e Tiranës goditi 3 call center në kryeqytet dhe arrestoi 10 persona në operacionin që zbuloi mashtrimin prej 50 milion eurosh ndaj qytetarëve të Bashkimit Evropian. Njoftimi zyrtar i prokurorisë mbi procedimin penal numër 3377 përmban një detaj teknik me peshë të madhe hetimore. Hetuesit nga komunikimet zyrtare me shoqëritë e internetit në Shqipëri zbuluan përdoruesit fundor të këtyre IP-ve, që kanë qenë funksionale të paktën prej nëntorit 2023. Megjithse 26 milion euro ju zhvatën vetëm 150 viktimave austriake përmes këtyre linjave, asnjë prej këtyre shoqërive të internetit nuk është emërtuar publikisht në 3 javët pas operacionit. Heshtja institucionale mbi identitetin e ofruesit ka kuptim sipas sekretit hetimor, por nuk shuan detyrimin gazetaresk për të bërë pyetjen që mungon në komunikatat zyrtare. Tregu shqiptar i internetit dominohet nga 5 operator kryesor: Alb Telekom, One Albania, Digicom, Abiznet SHA dhe disa operator rajonal më të vegjël. Cili prej tyre kishte kontrata aktive me 6 kompanitë fasad dhe identifikuara nga prokuroria: IOTA Network, Victory Communication, Inspiron Studio, Zeta Studio, Upstream Creative dhe Copa Network, si dhe me subjektet guack të ndërmjetësit Eduard Dalla, i cili krijonte kontrata interneti në emër të personit fiktiv Jose Santos. Deri sot përgjigjja mbetet rreptësisht në dosjen hetimore. Pamfleti ka kryer një verifikim teknik në bazat publike të Hurricane Electric
BGP Toolkit dhe RIPE NCC, regjistruesi rajonal i internetit për Europën. Sipas këtyre të dhënave, A-Business SHA operon me dy numra sistemi autonom AS35047 dhe AS207368 dhe zotron 7 blloqe kryesore IP4 me rreth 18432 adresa publike gjithsej. Një prej këtyre blloqeve 185-944-0-24 është etiketuar shprehimisht A-Business Customers, pikërisht segmenti që u ofron IP statike klientëve biznes, produkti domosdoshëm për çdo call center profesional. Të dhënat janë të aksesueshme dhe të verifikueshme nga kushdo në kohë reale. Pyetja teknike që vijon t'i takoj vetëm prokurorisë së Tiranës është: dy IP-të dyshimta të identifikuara nga autoritetet austriake bëjnë pjesë në blloqet e A-Business apo në blloqet e një ofruesi tjetër? Një pjesë kritike e dosjes së prokurorisë së Tiranës identifikon Eduard Dallën, 48 vjeç, si ndërmjetës midis call centerave dhe ofruesve të ndryshëm të shërbimit të internetit. Prokuroria vërteton se Dalla lidhte kontrata interneti në emër të kompanive të tij fiktive të regjistruara në QKB për të vështirësuar identifikimin nëpërmjet IP-ve. Detaji që çau hetimin, numri personal i telefonit të Eduard Dallës rezultoi i regjistruar në një kontratë interneti në emër të personit fiktiv Jose Santos. Të dhëna ngren dy pyetje të pashmangshme, cila ISP shqiptare lëshoi një kontratë në emër të një personi fiktiv pa verifikuar identitetin dhe cila ISP faturonte çdo muaj një konsulencë marketingu për trafik internetit përshtatshëm për 100 deri 450 stacione pune. Burimet pranë hetimit tregojnë se kompania kryesore që mund të kishte ofruar shërbim interneti për pjesën më të madhe të call centerave të prekur nga operacioni 13 prillit është A-Business SHA, një prej operatorëve më të vjetër në tregun shqiptar të internetit, historikisht i lidhur me figurën e biznesmenit dhe ish deputetit socialist Koço Kokdhima. Ky informacion pret konfirmim ose kundërshtim zyrtar. A ka pasur kompania kontrata aktive shërbimi interneti me 6 subjektet e identifikuara nga prokuroria si fasada call centerash? A ka pasur kontrata me Eduard Dallën ose me kompanitë administruara prej tij? A është kontaktuar zyrtarisht nga prokuroria e Tiranës ose drejtoria e krimeve kibernetike dhe çfarë procedurash verifikimi zbaton për klientët biznes që kërkojnë IP statike? Kuadri ligjor në fuqi përcakton detyrime specifike për ofruesit, ligji numër 9918/2008 për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloria numër 47/2017 e AKEP-it u kërkojnë ofruesve të identifikojnë abonentët e tyre, por nuk i detyrojnë të verifikojnë natyrën reale të aktivitetit përtej dokumentacionit të rregullt të QKB-s. Formalisht, kur Eduard Dalla paraqitej me NIP të vlefshëm dhe kontratë qiraje, ofruesi i internetit nuk kishte detyrim ligjor të kontrollonte nëse brenda zyrës operonin 50 apo 100 stacione pune. Megjithatë, praktikat e mira komerciale dhe vetë rregullore dhe AKEP-it për sigurinë e rrjetit kërkojnë raportim të autoritetet kur trafiku i një abonenti është anormal për llojin e deklaruar të aktivitetit. Pyetja që mbetet për AKEP-in: a ka ndonjë ISP shqiptare që ka depozituar një raportim për aktivitet të dyshimt lidhur me këto call centera zhvatës dhe nëse jo, pse? Pyetja e titullit nuk është akuzë. Pyetja është hapi i parë një ushtrimi hetimor që duhet u drejtohet zyrtarisht prokurorisë së Tiranës, AKEP-it dhe drejtuesve aktual të A-Business SHA.